Për forcën ushtarake të të dyja vendeve të përfshira në konflikt, për atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ekspertët flasin për një luftë në terren, bashkangjitje me Izraelin. Çfarë do të ndodhë në ditët në vijim? Jemi përpara një konflikti i cili pritet të zgjerohet edhe më tej. Për këtë do të bashkëbisedoj me zotin Avni Islami. Zoti Islami, përshëndes. Përshëndetje për ju dhe për të gjithat që po na ndjekën në këtë çaste. Përpara se të flasim nëse do të ndërhyjë apo jo Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konfliktin midis Izraelit edhe Iranit, çënjat janë në fakt me mbështetjen e vazhdueshme. Doja që të flisnim pak për Shqipërinë, për Kosovën, për Ballkanin, për rajonin. A rrezikohemi ne në këndvështrimin tuaj? Pyetja që është bërë në vazhdimsi, jo vetëm në luftën e fundit, në lindjen e mesme në mes Iranit dhe Izraelit, por edhe në kohën kur pa filluar lufta në mes Rusisë dhe Ukrainës, një shqetësim ishte edhe për vendet e Ballkanit Perëndimor, pra për Kosovën dhe Shqipërinë, por edhe vende tjera përreth. Dhe kur kjetë parasysh se lufta asnjëherë nuk është një gjë e mirë dhe ajo mund të ketë implikime se është bukur vështirë se të lokalizohet, sikurse kemi rastin në mes Rusisë dhe Ukrainës. Ndërsa tek situata Iran-Izrael, unë nga vështrimi im e shoh një rrezik më i madh, rrezik permanent, ku në mënyrë indirekte mund të implikohen vendet e tjera. Dhe sa i përket Kosovës dhe Shqipërisë, se a mund të ketë implikime të tilla në mes për shkak të luftës e cila është duke u zhvilluar, një luftë shumë e fuqishme mes Izraelit dhe Iranit, padyshim se brenga duhet të ekzistojë, sidomos në Shqipëri, kur e dim që në Shqipëri janë rreth 3000 iranianë të cilët janë opozitë e ajetollave, të cilët ata janë në Shqipëri dhe Shqipëria e ka pranuar me rekomandim të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe dihet mirë filli që ata punojnë kundër regjimit të Iranit, pra në këtë çaste, por në të kaluarën. Dhe kur kjetë parasysh edhe deklaratët e Khamenei her pas here ku e konsideron se Shqipëria nuk është një vend mik i Iranit, dhe të njëjtën kohë prishja marrëdhënieve diplomatike tregon se Shqipëria duhet të jetë e kujdesshme. Mirë po, sa i përket gjendjes faktike, duke pasur parasysh distancat e larta kohore dhe duke pasur parasysh që në konfliktin, në luftën mes Iranit dhe Izraelit, ekzistojnë fuqitë e mëdha dhe se vendet e vogla nuk mund të kenë një implikim të tillë, sikurse është rasti pra implikime të mëdha që do të ketë Rusia në enorm me Kinën, që janë në anën e Iranit, dhe vendet e perëndimit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar e tjera, të cilat janë vendosur në krah të Izraelit,